Në këtë moment, duke ligjiru, duke jep porosi shokëve të tij, atëherë vendosi edhe trupin e tij, e vendosi për hakmarrje nëse ndokuj ka hin hak. Tha kuja kom hi, kuja kom godit, apo kënë e kom shojt, tha ja që ko trup jem dhe që e kom une. Sahabet e ullshin koken dhe nishin me kajt krejt sahabet kajshin, edhe sikur sa ta dëshin me thonë, kush mundet mu qu tash me lyp hak për balteje, ja Rasulullah, kur në mes të gjamis po ndëgjohet një zo, për ngrit dorën një sahabet, tha ja Rasulullah, tha ty bo reshtat një luft pe i luftave, tha me shtaken tënde, e kish një shtakaj që i rështon të reshtat, tha ma kehin bark, se shike ku shë pejgamberi s.a.s. Kur u ngrit sa ngritu, u ngrit e pa Ukashe ibn Muhsan, tha Ukashe, ti e ajt për ty që bona dua para pak ditve, e dini ju hadithin e 70.000 herë 70.000 gjennet, kur tha, ja Rasulullah, lutu për mu që unë të janë për atyne që të hinë gjennet, pa logarie, pa azab. U që Alija radiallahu anhu, tha ja Rasulullah, unë tha, aleje lë kisas, dhe të më godet mu, ejlis tha ja Ali, ejlis, pastaj tha Ali, sa shko të Fatimja, tha e kom shtagen, me të cilën i bëjsh aresht safat, shko mere pruje shtagen, e prujti shtagen, kur shkaj Alija radiallahu anhu të Fatimja, për i thot qikës vet, qikës pejgamberi s.a.s. Tha ja Fatime, o Fatime, tha, më ka dërgu, tha baba jut me ma jep shtagen me të cilën i rëndon të i bën të resh shtafat. Fatimja po i thot, tha Alisa, altu kon smut tash po tani. Nuk po tani me lon rahat. Tha Fatime, tha ama shtaken se pejgamberi s.a.s. është të kërku. Erdh te pejgamberi s.a.s. Alija radiallahu anhu ja pruni shtaken, e thiri Ukashen, tha afrau. Kur afru Ukashja, i tha ja Rasulullah, o lakin batni kane me këshuf. Tha dit kur ma ki hi, tha barken ka qëtë qplo bark nëse përte me ta hi. Sahabet janë nisën me kajtë, së vishë me paramdus, përte me hi pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam. E mor Ukashja shtaken u mat një herë, u mat 2 herë, tretën herë e gjujti shtaken në dhulle dhe e puthi barkin e ti sallallahu aleyhi wasallam. I tha pejgamberi sa nëse ka do kështu, tha Ukashe, tha po du, tha që buste mija me prek lëkurën tonë dhe për herë të fundit ja Rasulullah. Atër salabet e pejgamberi s.a.s. fillojnë të vaj edhe ma shumë. Kështu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, wallahi billahi nuk kime gjetë njeri ma drejtë se pejgamberi s.a.s. Shisha, i pari shtetit, komandant, kretar, gjitha, ama nuk donë të mu largu pi dynjas nëse i ka bot dikuj pa drejtësi.